Procesi i votimit për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike ka nisur këtë të shtunë edhe në qarkun e Korçës. Antarët e Partisë Demokratike po i drejtohen kutive të votimit për të konfirmuar në krye të partisë Sali Berishën, i cili garon pa një kandidat rival në fletën e votimit. Sipas të dhënave nga strukturat lokale të Partisë Demokratike në qarkun Korç, pjesëmarrja pritet të jetë e konsiderueshme, ndërsa numri i antarëve aktiv mbetet i lartë në disa degë të rëndësishme të qarkut. Në Korç, lista e antarësisë përfshin rreth 5.000 antar, ndërsa aktiv në proces pritet të jenë mbi 1.200 deri në 1.500 antar. Në Maliq, lista e antarëve numëron 1.835 persona, ku mbi 1.200 prej tyre konsiderohen aktiv dhe priten të marrin pjesë në votim. Në Kolojnë, dega e Partisë Demokratike ka rreth 1.000 antar në listë, ndërsa aktiv janë rreth 5.000 antar. Në Devol, lista përfshin mbi 1.500 antar me më shumë se 500 antar aktiv që pritet të votojnë gjatë ditës së sotme. Ndërkohë, në Pogradec, lista e antarësisë është rreth 1.200, ndërsa mbi 700 antar konsiderohen aktiv në strukturat e partisë.